Një vajzë e re nuk arrin të paguaj për një tortë ditëlindjeje. Një i huaj i sjellshëm e ndihmon pa e ditur se ai mbart një lidhje të thellë me familjen e saj. Një gjest i vogël mirësie do t'ua ndryshonte jetën përgjithmonë. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Pasditja po binte rënd mbi kryeqytet duke sjell me vete të ftohtin tipik të korrikut dhe një mjegull gri që dukej se pasqyronte ankthin në zemrën e Kiarës. Në moshën 17 vjeçare, ajo ecte nëpër rrugët e gjallë të qendrës me hapa të vendosur, por me zemër të shtrënguar. Pranë saj, Luka kërcente i ngazëllyer, 7 vjeç, i mbushur me pritshmëri ndërsa fliste pa pushim për tortën që së shpejti do të ishte e tij. A je e sigurt që paratë janë në rregull, Kiara? Pyeti djali për të tretën herë, duke shtrënguar fort dorën e motrës. Sytë e tij të kaftë shkëlqenin nga ankthi i përzier me shpresë. Po, Luka. I numërova 3 herë mbrëm, u përgjigj Kiara, duke sforcuar një buzëqeshje për të qetësuar vëllain. Por brenda saj, një piçkim nervozizmi e shqetësonte. Kishte kursyer çdo qindark për javë të tëra, duke shitur materiale të riciklueshme dhe duke bërë punë të vogla për fqinjet. Torta do të kushtonte saktësisht 42 lekë e 50 qindarka, dhe ajo ishte e sigurt se e kishte mbledhur këtë shumë. Supermarketi qëndronte para tyre si një kështjell prej xhami dhe drite, dyert e tij automatike gëlltitnin dhe nxirrnin njerëz me një ritëm të vazhdueshëm. Kiara mori frym thellë, rregulloi rripin e çantës në shpatull dhe ndërthuri gishtat me ato të vëllait. Hajde, kapiteni i vogël, tha ajo, duke përdorur pseudonimin e dashur që gjithmonë i nxirrte një buzëqeshje Lukës. Brenda ambientit, ajri i kondicionuar i priti me një lehtësim të mirëpritur. Kiara shkoi direkt në seksionin e pastiqerisë, ku tortat plot ngjyra garonin për hapësirë pas xhamit frigoriferik. Luka shtypi fytyrën kundër sipërfaqes së ftohtë, duke lënë një shenjë të vogël avulli. "Është ajo atje," bërtiti ai, duke treguar një tortë të rumbullakët të mbuluar me glazur blu qielli. Në qendër, një raketë e vogël sheqeri tregonte drejt pafundësisë, e rrethuar nga yje të artë të ngrënshëm. Eksaktësisht siç e kam ëndërruar. Punonisja e pastiqerisë, një grua në moshë të mesme me një përparse me lule, buzëqeshi kur pa entuziazmin e djalit. "Zgjedhje e shkëlqyer, i dashur. Është torta eksploratori hapësinor. Shumë popullore te fëmijët." Kiara ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt kur gruaja e nxori tortën nga vitrina dhe e vendosi me kujdes në një kuti kartoni të bardhë. Çdo lëvizje dukej se ndodhte me lëvizje të ngadalë, sikur universi po i jepte kohë asaj të përgatitej për momentin e së vërtetës. Në kas, një radhë e konsiderueshme shtrihej para tyre. Kiara e shfrytëzoi pritjen për të kontrolluar edhe një herë paratë në portofol, duke numëruar kartëmonedat e rrudhura dhe monedat që zhurmonin në fund të çantës. 42 lekë e 50 qindarka. Gjithçka ishte në rregull. Por kur më në fund erdhi radha e saj dhe punonisja e arkës, kaloi kodin e shiritit të tortës nëpër lexues, ekrani digjital shfaqi një numër që bëri që bota e Kiarës të shembej, 4800 lekë. "Duhet të jetë ndonjë gabim," murmuriti ajo, duke ndjerë fytyrën t'i nxehej. Çmimi në vitrinë thoshte 42,50. Punonisja, një vajzë e re me flokët e lidhura në bisht kali, kontrolloi sistemin me një shprehje faljeje. "Fatkeqësisht ka pasur një rregullim sot në mëngjes, e dashur. Sistemi është përditësuar, por etiketat ende jo. Janë 48 lekë vërtet." Luka e shikoi motrën me sy të zgurdulluar, pa e kuptuar plotësisht se çfarë po ndodhte, por duke e perceptuar nga tensioni në ajër se diçka nuk ishte në rregull. Radhën pas tyre filloi të shfaqej me pshertima të paduruara dhe shikime qortuese. Kiara hapi dhe mbylli portofolin 2-3 herë, sikur 5 lekë e 50 qindarkat që mungonin do të shfaqeshin magjikisht. Duart i dridheshin lehtë ndërsa numëronte paratë edhe një herë, duke shpresuar kundër çdo logjike se kishte bërë ndonjë gabim në llogaritjet e mëparshme. Unë kam 42,50, tha ajo, zëri duke i dalë më i ulët se sa kishte ndërmend. A mund të heq ndonjë dekorim? Qirind, ndoshta? Punonisja e arkës shkëmbeu një shikim të kuptueshëm me kolegen e pastiqerisë, e cila u afrua për të ndihmuar. "E dashur, fatkeqësisht çmimi është fiks. Është një tortë e gatshme, nuk mund t'i heqim pjesë prej saj." Luka i tërhoqi mëngën bluzës së Kiarës, zëri i tij i vogël dhe i hutuar duke prerë zhurmën e supermarketit. "Kiara? Nuk do ta marrim tortën në shtëpi?"
Pyetja e vëllait ishte si një thik në zemrën e saj. Kiara i shikoi ata sy të kaft plot pritshmëri dhe ndjeu botën t'i shembej. Si ti shpjegonte një fëmijë 7 vjeçar se ëndra e tij nuk do të realizohej për shkak të 5 lekë e 50 qindarkave të mjerueshme? Më vjen shumë keq, u tha ajo punonjëseve, zëri i mbytur. Menduan se kishim mjaftueshëm. Unë duhet ta lë tortën këtu. Heshtja e sikletshme që pasoi dukej se zgjati një përjetësi. Njerëzit në radhë filluan të murmuritnin mes tyre, disa me padurim, të tjerë me keqardhje. Luka nuk tha asgjë, por Kiara mund të shihte lotët që po formoheshin në qoshet e syve të tij. Ishte atëherë kur një zë i fortë dhe i butë theu tensionin e ambientit, e paguaj unë diferencën. Të gjithë u kthyen për të parë kush kishte folur. Një burr rreth 60 vjeç ju afrua arkës, duke nxjerrë portofolin nga xhepi i brendshëm i palltos. Kishte flokë të thinjur të prerë mirë, qëndrim të drejtë dhe sy blu që transmetonin një autoritet natyral të përzier me mirësi. Veshte një pallto të errët dhe mbante një çantë lëkure kafe. Nuk ka nevojë, zotëri, protestoi Kiara menjëherë, fytyra e kuqe nga turpi. Ne do ta zgjidhim. Por burri tashmë po i zgjaste parat punonjëses së arkës, duke injoruar protestat e vajzës së re. Janë vetëm 5:50. Nuk është asgjë e madhe, tha ai, me një buzëqeshje të ngrohtë drejtuar Lukës, i cili e shikonte atë si një shfaqje. Faleminderit, zotëri, murmuriti Kiara, pa ditur si të reagonte ndaj bujarisë së papritur. Premtoj se do t'i kthej paratë. Nëse zotëria më jep emrin ose adresën e tij. Mos u shqetëso për këtë, u përgjigj burri, duke tundur dorën për të hequr idenë. Shijojeni tortën. Gëzuar ditëlindjen i ri. Luka më në fund gjeti zërin, shumë faleminderit, zotëri. Ju jeni një hero i vërtet. Burri buzëqeshi më gjerësisht dhe i bëri një përshëndetje ushtarake djalit. S'ka përse, ushtar. Kujdesu mirë për motrën tënde. Kiara mori çantën me tortën, ende e trullosur nga mirësia e papritur. Kur dolën nga supermarketi, ajo u kthye për të falenderuar edhe një herë, por burri tashmë ishte zhdukur mes rafteve. Kiara, e pe? Një engjëll i vërtet, bërtiti Luka, duke shtrënguar kutinë e tortës kundër gjoksit si të ishte thesari më i çmuar në bollë. Po, Luka. Një engjëll i vërtet, u pajtua ajo, pa imagjinuar se ai takim, në dukje i rastësishëm, ishte gati t'ua ndryshonte jetën përgjithmonë. Ajo që nuk mund ta dinte ishte se burri i sjellshëm nuk ishte larguar. Ai i vëzhgonte nga larg, duke pritur që ato të dilnin nga supermarketi, dhe diçka në shprehjen e tij sugjeronte se ai takim ishte vetëm fillimi i një historie shumë më të madhe. Kur dy figurat u zhdukën në turmën e pasdites së ftohtë, burri më në fund lëvizi, duke i ndjekur ato në një distancë respektuese, sikur një forcë e padukshme e shtrëngonte të mbronte ato dy fëmijë që sapo kishte takuar. Viktor Aliu mbajti një distancë të sigurt ndërsa vëzhgonte dy vëllezërit dhe motrat që ecnin nëpër rrugët e kryeqytetit. Instinktet e tij ushtarake, të mprehura nga dekada trajnimi, e paralajmëronin se diçka në atë situatë meritonte vëmendje të veçantë. Nuk ishte vetëm bujaria spontane që e kishte motivuar të paguante për tortën, kishte diçka më të thellë, një lidhje që ai ende nuk mund ta shpjegonte plotësisht. Kiara dhe Luka ecnin ngadalë, pesha e kutisë së tortës alternohej mes tyre në çdo blok. Viktor vuri re se, edhe pse stacioni i autobusit ishte pikërisht përpara, vëllezërit dhe motrat kaluan drejt, duke vazhduar në këmbë. Kur filloi të binte një shi lehtë, ata u strehuan në tendën e një dyqani të mbyllur për disa minuta, por shpejt e rifilluan ecjen. Ata nuk kanë para për bilet, murmuriti Viktor me vete, duke ndjerë një shtrëngim në gjoks. Vëzhgimi e bëri të kujtonte fëmijërinë e tij të vështirë, kur çdo qindark e kursyer bënte diferencën midis të pasurit ose jo ushqim në tryezë. Lagjja ndryshonte gradualisht ndërsa ata largoheshin nga qendra. Rrugët u bën më të ngushta, ndërtesat më të ulta dhe të amortizuara. Viktor e njohu zonën, aty funksiononte një nga degët e institutit Shpresa, organizata komunitare që ai drejtonte prej 5 vitesh, që nga koha kur ishte tërhequr nga ushtria. 40 minuta më vonë, Kiara dhe Luka më në fund ndaluan para një ndërtese 3-katëshe me fasadën e qëruar. Por në vend që të hynin nga dera kryesore, ata e anashkaluan ndërtesën dhe zbritën një shkallë anësore që të çonte në bodrum. Viktor rrudhi vetullat. Ajo nuk mund të ishte adresa e tyre. Ai priti edhe disa minuta para se t'i afrohej diskretisht shkallëve.
Një tabel e vogël dhe pothuajse e palexueshme tregonte depo, ndalohet hyrja. Por zëra të mbytur vinin nga poshtë, duke konfirmuar se pikërisht aty kishin hyrë vëllezërit dhe motrat. Nga jashtë, Viktor mund të dëgjonte fragmente të bisedës. Zëri nga zëllyer i Lukës që tregonte për Angelin që ishte shfaqur në supermarket dhe ai Kiarës që përpiqej ta qetësonte, duke i kujtuar se nëna ende nuk kishte ardhur nga puna. Roza vjen vetëm pas orës 10, thoshte Kiara. Ajo po bën orë shtesë përsëri në firmën e pastrimit. Do t'i lëm një copë të madhe torte asaj, dakord? Po sikur ajo të jetë shumë e lodhur për të festuar, pyeti Luka, zëri i tij fëmijëror i ngarkuar me një pjekuri të parakohshme që bëri Viktorin të shtrëngonte grushtat. Edhe e lodhur, ajo gjithmonë ka energji për ty, kapiteni i vogël. Ti e di këtë. Termi kapiteni i vogël i jehonte në mendjen e Viktorit si një jehone së kaluarës. Kishin kaluar vite që nuk e kishte dëgjuar atë shprehje specifike. Ishte diçka që një shok i vjetër ushtarake e thoshte për nipin e tij. Një burr i guximshëm që i kishte shpëtuar jetën më shumë se një herë gjatë luftës. I intriguar, Viktor vendosi të qëndronte edhe pak i fshehur mes hijeve të rrugës së ndriçuar dobët. Ishte atëherë kur pa Kiarën të shfaqej shkurtimisht në dritaren e vogël të bodrumit për të mbyllur një perde të improvizuar. Ishte vetëm një vështrim, por ishte mjaftueshëm që Viktor të vërente diçka që e bëri gjakun t'i ngrihej. E varur në qafën e saj, pothuajse e fshehur nga bluza, ishte një varse e vogël metalike. Edhe nga larg dhe me pak dritë, Viktor e njohu menjëherë formën karakteristike, ishte një medalje ushtarake. Specifikisht, medalja e nderit për merita ushtarake, e dhënë vetëm ushtarëve që dalloheshin në akte trimërie ekstreme. Viktor e vuri dorën instinktivisht në gjoksin e tij, ku një medalje identike qëndronte nën këmish, e fshehur nga bota prej kaq shumë vitesh. Por nuk ishte vetëm medalja ajo që e shqetësonte, ishte kujtimi i gjallë i kur e kishte parë atë pjesë specifike për herë të fundit. Marko, murmuriti emrin si një lutje. Marko Carmini, shoku i tij ushtarak, e kishte mbajtur atë medalje me krenari deri në ditën e tërheqjes së tij nga ushtria. Një burr që kishte rrezikuar jetën e tij për të shpëtuar Viktorin gjatë një operacioni të rrezikshëm në kufi, vite më parë. Një burr që ishte bërë më shumë se një koleg, ishte bërë një vëlla. Kujtimet filluan të rrjedhin si një përmbytje. Marko fliste për mbesën që kishte mbetur jetime pa baba shumë herët. Marko tregonte foto të vajzës së tij Roza, e cila punonte shumë për të mbajtur fëmijët vetëm. Marko gjithmonë i shqetësuar për familjen, gjithmonë dërgonte një pjesë të pagës për të ndihmuar me shpenzimet. Dhe pastaj erdhi kujtimi më i dhimbshëm, funerali i Markos 2 vjet më parë. Viktor kishte provuar të gjente familjen për të ofruar mbështetje, por Roza ishte zhvendosur pa lënë gjurmë, duke ikur me sa duket nga borxhet e grumbulluara pas trajtimit mjekësor të babait. Kiara, murmuriti Viktor, duke testuar emrin që kishte dëgjuar djalin të thoshte. Tani kishte kuptim. Vajza e re e guximshme që kishte përballuar situatën e sikletshme në supermarket me kaq dinjitet ishte stërmbesa e Markos. Djali i gëzuar dhe ëndërrimtar ishte stërnipi i tij. Viktor ndjeu një përzierje emocionesh kontradiktore, gëzim që më në fund kishte gjetur familjen që kishte kërkuar për kaq gjatë, dhe ankth kur kuptoi kushtet e mjerueshme në të cilat po jetonin. Marko kishte vdekur duke besuar se linte një fond emergjence për familjen, por Viktor dyshonte se borxhet mjekësore kishin konsumuar gjithçka. Një dritë e zbehtë u ndes në dritaren e bodrumit, duke zbuluar shkurtimisht brendësinë. Viktor arriti të dallonte një hapësirë të vogël dhe të lagësht, me mure betoni të ekspozuar dhe pak mobilje. Një shtrat tek i mbështetur në mur, një sobë elektrike portative mbi një tavolinë plastike dhe grumbuj rrobash të organizuara në kuti të improvizuara. Si do të ndihej Marko po ta dinte këtë, mendoi Viktor, duke ndier një përgjegjësi të rëndë t'i binte mbi shpatulla. Shoku i tij i vjetër i kishte shpëtuar jetën, dhe tani fati i vendoste familjen e Markos pikërisht përballë tij, duke pasur qartësisht nevojë për ndihmë. Por Viktor e dinte se nuk mund të trokiste thjesht në derë dhe të prezantohej. Roza punonte për një firmë pastrimi, shumë mundësisht e njëjta firmë që ofronte shërbime për ndërtesën e institutit Shpresa. Nëse ishte ky rasti, ajo e njihte atë si drejtorin, një figurë autoriteti që mund të përfaqësonte një kërcënim për dikë në një situatë të cenueshme. Ai kishte nevojë për një strategji të kujdesshme. Çdo lëvizje e gabuar mund të trembte familjen ose të interpretohej si shkelje e privatësisë.
por nuk mund të largohej thjesht dhe të shtirej se nuk dinte asgjë. Medalja në qafën e Kiarës ishte një shenjë që ai nuk mund ta injoronte. Ishte aq i zhytur në mendime saqë pothuajse nuk e vuri re kur dera e bodrumit u hap përsëri. Kiara u shfaq, tani e veshur me një pallto më të trash, dhe ngjiti shkallët duke mbajtur një thesë pleresh. Viktor u fsheh më mirë mes hijeve, duke vëzhguar ndërsa ajo e çonte plerat te koshi i plerave në rrugë. Ishte atëherë kur ajo kaloi në një shtyllë ndriçimi që Viktor pati një pamje të qartë të medaljes. Nuk kishte dyshim, ishte e njëjta që Marko kishte marrë për aktet e tij heroike gjatë shërbimit ushtarak. E njëjta medalje që ai kishte betuar se do t'ia kalonte brezave të ardhshëm si simbol nderi dhe guximit të familjes. Kiara ndaloi për një moment në trotuar, duke parë qiellin e natës ku disa yje fillonin të shfaqeshin mes rreve. Viktor pa kur ajo preku lehtë medaljen, një gjest automatik që sugjeronte se ajo pjesë kishte një vlerë të thellë sentimentale për të. Gjyshi Marko, e dëgjoi ajo të murmuriste në natën e heshtur. Faleminderit që dërgove atë engjëll sot. Luka ishte kaq i lumtur. Fjalët ishin si një grusht në stomakun e Viktorit. Ajo po falenderonte gjyshin e saj për ndihmën që kishte marrë në supermarket. Ironia e situatës ishte pothuajse poetike. Nipi shpirtëror i Markos ishte shfaqur për të ndihmuar nipërit e vërtet të Markos, pa e ditur asnjëra pal lidhjen. Kiara u kthye në Bodrum, por Viktor mbeti në rrugë për edhe një orë, duke luftuar me emocionet e tij dhe duke u përpjekur të hartonte një plan. Ai e dinte se ndërhyrja e tij ishte e pashmangshme, ishte një çështje nderi dhe besnikërie ndaj kujtimit të Markos. Por ai gjithashtu e dinte se duhej të vepronte me mençuri. Kur më në fund vendosi të largohej, Viktor kishte tashmë skicën e një plani në mendje. Së pari, ai duhej të konfirmonte dyshimet e tij për Rozën dhe vendin e saj të punës. Më pas, ai duhej të gjente një mënyrë për t'u afruar familjes pa u dukur invaziv apo kërcënues. Ndërsa kthehej në apartamentin e tij në qendër të qytetit, Viktor nuk mund të ndalonte së menduari për shprehjen e mirënjohjes në sytë e Lukës kur ai kishte paguar për tortën. Ai nuk e dinte ende, por kjo do të ishte vetëm e para nga shumë surpriza që fati kishte rezervuar për të dhe për familjen e Markos. Në mëngjesin pasardhës, Viktor mbërriti në institutin Shpresa me një mision specifik në mendje. Ndërtesat e katëshe që strehonte organizatën komunitare gumëzhinte nga aktivitetet, klasa për orë shtesë, punëtori profesionale, klinika mjekësore falas dhe një kuzhinë komunitare që shërbente qindra vakte çdo ditë. Por Viktor nuk ishte i interesuar për aktivitetet pedagogjike në atë moment. Ai shkoi direkt në departamentin administrativ, ku Fiona Sallaku, sekretarja e tij prej 3 vitesh, organizonte kontratat me furnizuesit. Fiona, më duhet të shoh kontratën me firmën e pastrimit, tha ai, duke u përpjekur të mbante një ton të rastësishëm. Ndonjë problem, doktor Viktor, pyeti ajo, duke ngritur syt nga dokumentet. Fiona ishte një grua efikase rreth të 40-tave, e cila e njihte Viktorin mjaftueshëm për të kuptuar kur diçka e shqetësonte. Asnjë problem specifik. Thjesht dua të rishikoj disa klauzola të kontratës. Fiona i dha dosjen përkatëse dhe Viktor e mori atë në zyrën e tij. Ai shfletoi shpejt faqet derisa gjeti listën e punonjësve të caktuar për ndërtesën. Dhe aty ishte Roza Carmini, punonjëse e regjistruar prej 2 vitesh, përgjegjëse për pastrimin e kateve të sipërme gjatë turnit të natës. Carmini, murmuriti Viktor duke konfirmuar dyshimet e tij. Roza kishte mbajtur mbiemrin e babait të saj, Marko. Tani ai ishte absolutisht i sigurt se bëhej fjalë për familjen që kërkonte. Kontrolloi orën. Ishte 10 e mëngjesit, që do të thoshte se Roza ndoshta po përfundonte turnin e saj. Punonjësit e pastrimit të natës zakonisht punonin nga 10 e mbrëmjes deri në 6 të mëngjesit, por shumë bënin orë shtesë për të plotësuar të ardhurat. Viktor zbriti në katin e 5, ku e dinte se pastrimi po përfundonte. Gjeti Rozën në fund të korridorit duke fshirë me një leckë të lagur dritaret me lëvizje mekanike dhe të lodhura. Ishte një grua rreth të 40-tave, tepër e hollë, me flokë të kaftë të lidhura në një topuz të thjeshtë dhe rroba që qartazi kishin njohur ditë më të mira. Kur Roza u kthye dhe e pa aty, fytyra e saj zbehu menjëherë. Lëshoi leckën në tokë dhe u drejtua, duke u përpjekur të merrte një qëndrim më formal. Doktor Viktor. Unë nuk prisja t'ju shija këtu. A ka ndonjë problem me punën time? Zëri i saj dridhej lehtë, i ngarkuar me një ankth që Viktor e njohu menjëherë.
Ishte frika e dikujt që nuk mund të lejonte të humbiste punën. Asnjë problem, Rosa. Puna jote është e patëmet, u përgjigj Viktor, duke vënë re sa e brish dukej ajo në dritën fluoreshente të korridorit. Kishte rrath të thellë poshtë syve të saj dhe duart i dridheshin lehtë, shenja të qarta të lodhjes ekstreme. Faleminderit, zotëri. Gjithmonë përpiqem të bëj punën më të mirë të mundshme, tha ajo, duke u ulur shpejt për të marrë leckën e rënë. Viktor vëzhgoi lëvizjen dhe vuri re se si Rosa u ngrit ngadalë, duke u mbështetur në mur për një moment. Ishte delikate, por ai ishte trajnuar për të vënë re shenjat e dobësisë fizike, dhe ajo patjetër nuk ishte normale. Rosa, je mirë? Dukesh pak e zbeth, komentoi ai me shqetësim të sinqertë. Jam shkëlqyeshëm, doktor Viktor. Vetëm pak e lodhur, por asgjë e madhe. Puna këtu është shumë e mirë, nuk ankohem për asgjë. Përgjigjja erdhi shumë shpejt, tepër mbrojtëse. Viktor e dinte se Rosa po gënjente, por gjithashtu e kuptonte pse. Përdik në një situatë ekonomike të cenueshme, të pranonte çdo dobësi para shefit mund të nënkuptonte diferencën midis mbajtjes ose humbjes së mbijetesës së familjes. Prej sa kohësh punon këtu, pyeti ai, megjithse e dinte përgjigjen. 2 vjet e 3 muaj, zotëri. Që kur firma më punsoi për këtë ndërtesë. Rosa fshiu nervozisht duart në përparse. Nëse ka ndonjë ankesë për performancën time. Nuk ka ankesa, Rosa. Përkundrazi. Viktor bëri një pauzë, duke zgjedhur me kujdes fjalët. Ke familje? Pyetja dukej se e kapi Rosën në befasi. Për një moment, një shprehje më e butë kaloi në fytyrën e saj, dashuria e nënës fliste më fort se frika e punonjëses. Kam 2 fëmijë. Chiara, 17 vjeç, dhe Luka, 7. Janë fëmijë të mirë, shumë të përgjegjshëm. Krenaria në zërin e saj ishte e pamohueshme, edhe pse e përzier me lodhje. Duhet të jetë e vështirë të bashkërendosh punën e natës me kujdesin për ta, vuri re Viktor. Chiara më ndihmon shumë. Ajo është shumë e pjekur për moshën. Kujdeset për vëllain sikur të ishte nëna e tij. Rosa hezitoi për një moment para se të vazhdonte. Humba baban tim 2 vjet më parë. Ai ndihmonte shumë me fëmijët. Që atëherë kemi qenë vetëm ne të 3. Viktor ndjeu një shtrëngim në gjoks kur dëgjoi konfirmimin indirekt. Rosa po fliste për Markon pa e ditur se ai kishte qenë mik i ngushtë i Viktorit. Më vjen keq për humbjen tënde. Babai yt ishte një person i veçantë? Sytë e Rosës u mbushën me lopë të përmbajtur. Ishte njeriu më i ndershëm që kam njohur ndonjëherë. Ushtarak në pension, shumë i rrept me disiplinën, por me një zemër sa bota. Gjithmonë thoshte se familja vjen e para, gjithmonë. Ai do të kishte dhënë jetën për nipërit e mbesat. Jam i sigurt se ishte një burr i admirueshëm, tha Viktor, duke u përpjekur të kontrollonte emocionet e tij. Çdo fjalë e Rosës konfirmonte kujtimet e tij për Markon, një burr i ndershëm që e vinte familjen mbi të gjitha. Rosa fshiu diskretisht sytë dhe u kthye në modalitetin profesional. Më falni, doktor Viktor. Nuk duhet të flisja për jetën time personale gjatë punës. Është në rregull, Rosa. Ndonjëherë është e rëndësishme të kujtojmë njerëzit që duam. Viktor vuri re se ajo po mbante kovën e pastrimit me shumë forcë, sikur të ishte një spirancë në një det të trazuar. Je e sigurt se ndihesh mirë? Mund të kërkoj dikë tjetër të përfundoj turnin tënd sot? Jo, zotëri. Ju lutem, nuk ka nevojë. Unë jam mirë, mund ta përfundoj punën. Paniku në zërin e Rosës ishte i prekshëm. Më duhen orët shtesë. Nuk mund të lejoj të largohem më herët. Ndershmëria brutale e rrëfimit e goditi Viktorin si një grusht. Rosa ishte qartazi në kufit e lodhjes fizike, por nuk mund të hiqte dorë as nga një orë pune, sepse çdo qindark bënte diferencën për mbijetesën e familjes. Rosa, instituti ka disa programe ndihme për punonjësit. Nëse dëshiron, mund të flasim. Jo, zotëri. Shumë faleminderit, por nuk kemi nevojë për bamirësi. Vetëm duhet të punojmë. Dinjiteti në zërin e Rosës ishte i njëjtë që Viktor e kishte parë te Marko shumë herë, krenari e plagosur, por kur e përkulur. Viktor ishte gati të përgjigjej kur pa Rosën të lëkundej lehtë. Ajo u mbështet përsëri në mur, këtë herë në mënyrë më të dukshme, dhe vuri dorën në ball. Rosa? Është në rregull.
Vetëm një marramendje e vogël. Do të kaloj. Por edhe ndërsa fliste, ajo qartazi po luftonte për të qëndruar në këmbë. Viktor bëri një hap drejt saj me instinktet mbrojtëse të aktivizuara. Ulu për një moment. Do të marr një gotë ujë. Nuk ka nevojë, doktor Viktor. Unë vetëm. Roza u përpoq të bënte një hap, por këmbët i lëshuan. Viktor arriti ta mbante para se ajo të binte, duke e mbështetur peshën e saj kundër gjoksit të tij. Fiona, bërtiti Viktor nëpër korridor. Thirr infermierin, shpejt. Roza u përpoq të protestonte, duke murmuritur diçka se ishte mirë dhe nuk kishte nevojë për mjek, por zëri i saj ishte i dobët dhe qepallat e saj të rënda. Viktor e ndihmoi të ulej në dyshemen e korridorit, e mbështetur në mur. Kur ishte hera e fundit që hëngrët diçka, pyeti ai, duke dyshuar tashmë përgjigjen. Dje mbrëma. I mbajta pjesën time të darkës lukës. Ai po rritet, duhet të hajë më shumë. Përgjigjja erdhi në një përshpëritje, por ishte mjaftueshëm e lartë që Viktor ta dëgjonte. Zbulimi e goditi si një rufe. Roza po kalonte uri që fëmijët e saj të mund të hanin. Po punonte turne të dy fishta në gjendje kequshqyrjeje, duke sakrifikuar shëndetin e saj për të mbajtur familjen. Fiona erdhi me vrap me Alen Olonin, infermierin e institutit. Ndërsa ata kontrollonin shenjat vitale të Rozës, Viktor mori një vendim që do të ndryshonte gjithçka. Nuk mund të qëndronte më në pozicionin e vëzhguesit të largët. Marko i kishte shpëtuar jetën dhe tani familja e Markos kishte nevojë për shpëtim. Por ai gjithashtu e dinte se zbulimi i identitetit të tij në atë moment do të ishte një gabim. Roza ishte e cenueshme, e trembur, dhe çdo zbulim dramatik rreth lidhjes së tij me Markon mund të interpretohej si manipulim ose shantazh emocional. Për momentin, ai do të ishte thjesht shefi i shqetësuar për një punonjëse të vlefshme. Por fshehurazi, ai do të fillonte të hartonte një plan për të nxjerrë Rozën dhe fëmijët nga ajo situatë e dëshpëruar, duke nderuar kështu kujtimin e burrit që kishte qenë më shumë se një shok ushtarak, kishte qenë një vëlla. Në infermierinë e institutit Shpresa, Roza pushonte në një barel të ngushtë ndërsa Alen Oloni i kontrollonte tensionin e gjakut për herë të dytë brenda 10 minutash. Infermieri, një burr në moshë të mesme me përvojë në kujdesin mjekësor komunitar, rrudhte ballin me shqetësim. Tension shumë i ulët, shenja të qarta dehidrimi dhe hipoglicemie, murmuriti ai Viktorit, i cili priste i shqetësuar pranë derës. Kur ishte hera e fundit që ajo bëri një vakt të plotë? Viktor nuk dinte si të përgjigjej, por pyetja i jehonte në mendje si një akuzë. Si drejtor i një organizate të përkushtuar për të luftuar urinë dhe mjerimin, ai kishte dështuar të vërente se një nga punonjësit e tij po kalonte nevojë pikërisht në hundën e tij. A duhet të shtrohet në spital? Pyeti Viktor, duke mbajtur zërin të ulët për të mos alarmuar Rozën, e cila dukej se po dremiste. Do të ishte ideale, por dyshoj se do ta pranonte. Njerëzit në situata ekonomike të cenueshme i shmangin spitalet nga frika e kostove, edhe pse e din që sistemi shëndetësor publik është falas. Alen rregulloi serumin që kishte improvizuar me zgjidhjet e disponueshme në infermieri. Ajo që i duhet urgjentisht është pushim, ushqim i përshtatshëm dhe një ambient i sigurt. Viktor pohoi me kokë seriozisht. Bëj gjithçka që është e nevojshme për ta stabilizuar. Pjesën tjetër do ta zgjidh unë. Ndërsa Alen kujdesej për Rozën, Viktor doli nga infermieria dhe shkoi direkt në zyrën e tij. Kishte disa telefonata për të bërë dhe pak kohë për të zbatuar planin e tij. Telefonata e parë ishte për Teo Mullaj, administratorin e ndërtesës përgjegjës për mirëmbajtjen e ambienteve të institutit. Teo, më duhet të përgatisësh një nga strehimet emergjente në katin e 6. Për 3 persona, një nën dhe 2 fëmijë. Ndonjë situatë specifike, doktor Viktor, pyeti Teo, i mësuar me kërkesa urgjente nga drejtori. Një punonjëse e jona nuk u ndje mirë. Ajo dhe familja e saj kanë nevojë për strehim të përkohshëm ndërsa zgjidhin disa çështje. Viktor zgjodhi fjalët me kujdes. Sigurohu për çarçaf, produkte higjiene dhe sigurohu që kuzhina e vogël të funksionojë. Telefonata e dytë ishte më delikate. Viktor thiri departamentin e burimeve njerëzore të firmës së pastrimit të kontraktuar, duke kërkuar të fliste direkt me mbikëqyrësin përgjegjës për Rozën. Pietro Limani këtu, u përgjigj një zë i ashpër nga ana tjetër e linjës. Zoti Pietro, jam doktor Viktor Aliu, drejtori i institutit Shpresa. Po telefonoj për punonjësen Roza Carmini. Ah, Roza.
Shpresoj të mos ketë ankesa. Ajo është pak e dobët, por e bën punën siç duhet. Përshkrimi i rastësishëm i brishësisë së Rozës si pak e dobët e iritoi Viktorin thellësisht. Përkundrazi, po telefonoj për t'ju informuar se Roza do të ketë një pushim të paguar për ditët e ardhshme për arsye mjekësore. Pushim i paguar? Kjo nuk është në kontratën e saj. Ajo është me orë, nëse nuk punon, nuk paguhet. Atëherë do të ndryshojmë kontratën, tha Viktor me një ton që nuk linte vend për diskutim. Që sot, Roza do të promovohet në punonjëse me kontratë të rregull dhe të gjitha përfitimet përkatëse. Nëse kjo është një problem për firmën tuaj, mund të rishqyrtoj të gjithë kontratën e shërbimeve. Pati një pauzë të sikletshme nga ana tjetër e linjës. Viktor e dinte se kontrata me institutin përfaqësonte një pjesë të konsiderueshme të ardhurave të firmës. Jo, nuk ka asnjë problem, doktor Viktor. Do të sigurojmë dokumentacionin për promovimin e saj menjëherë. Shkëlqyeshëm. Dhe zoti Pietro? Nëse zbuloj se ndonjë punonjës po trajtohet në mënyrë të papërshtatshme ose po vuan ndonjë lloj presioni psikologjik, partneriteti ynë do të marrë fund. Është e qartë? Krejtësisht e qartë, zotëri. Viktor mbylli telefonin dhe u kthye në infermieri. Roza ishte zgjuar, duke u përpjekur të ulej në barel pavarësisht protestave të Alenit. Doktor Viktor, më duhet të shkoj në shtëpi. Fëmijët e mi vinë nga shkolla dhe nuk ka kush të kujdeset për ta, tha ajo, zëri ende i dobët por i vendosur. Roza, ju keni rënë pa ndjenja më pak se një orë më parë. Nuk jeni në gjendje të kujdeseni për askën tani. Por ata kanë nevojë për mua. Kiara merr shumë përgjegjësi për moshën e saj dhe Luka. Roza u përpoq të hiqte gjilpërën e serumit, por Alen i mbajti dorën butësisht. Zonja Roza, ju duhet të kuptoni se jeni në gjendje lodhjeje të rëndë. Nëse vazhdoni kështu, mund të keni komplikacione serioze. Viktor ju afrua barelës. Roza, kam një propozim. Instituti ka strehime emergjente për situata si kjo. Ju dhe fëmijët tuaj mund të qëndroni këtu për disa ditë, derisa të shëroheni plotësisht. Fytyra e Rozës u mbyll menjëherë. Nuk kam nevojë për bamirësi, doktor Viktor. Mund të kujdesem për familjen time. Nuk është bamirësi. Është një zgjerim i përfitimeve për punonjësit. Ju punoni këtu, keni të drejtë për këtë. Nuk dua t'i shkaktoj punë askujt. Viktor tërhoqi një karrige dhe u ul pranë barelës, duke e parë Rozën direkt në sy. A mund t'ju bëj një pyetje personale? Ajo pohoi me kokë e hezituar. Nëse babai juaj do të ishte gjallë dhe do t'ju shite në këtë gjendje, çfarë do të bënte? Sytë e Rozës u mbushën me lot menjëherë. Ai do të bënte gjithçka për të na mbrojtur. Gjithmonë thoshte se familja vjen e para. Atëherë pranoje ndihmën. Për ata. Viktor bëri një pauzë domethënëse. Ndonjëherë pranimi i ndihmës është akti më i guximshëm që mund të bëjmë. Roza qëndroi në heshtje për një kohë të gjatë, lotët i rridhnin në fytyrë. Më në fund, ajo pohoi me kokë pothuajse në mënyrë të padukshme. Vetëm për disa ditë, murmuriti ajo. Viktor doli nga infermieria dhe shkoi personalisht të merrte Kiarën dhe Lukën në shkollë. I shpjegoi Kiarës me kujdes dhe diplomaci se nëna e saj nuk ishte ndjerë mirë në punë dhe se ata do të qëndronin përkohësisht në institut ndërsa ajo shërohej. A është mirë ajo? Pyeti Kiara, zëri i ngarkuar me ankth tepër të pjekur për 17 vitet e saj. Do të jetë mirë. Vetëm ka nevojë për pushim dhe kujdes mjekësor të duhur, siguroi Viktor. Kur mbërritën në institut, Luka ishte i magjepsur nga ndërtesa e madhe dhe e gjallë. Është si një kështjell, bërtiti ai, duke vrapuar nëpër korridore ndërsa Kiara përpiqej ta mbante të qetë. Strehimi që Teo kishte përgatitur ishte i thjeshtë por i rehatshëm, 2 dhoma të vogla, një dhomë ndenjeje me divan, një kuzhinë e vogël bazë dhe një banjë. Për një familje të mësuar me një bodrum të lagësht, dukej si një pallat. E përkohshme, Roza përsëriti me vete kur më në fund u ngjit për të parë strehimin. Vetëm e përkohshme. Por Viktor tashmë po planifikonte ta bënte atë të përhershme. Gjatë darkës në kuzhinën komunitare të institutit, ai vuri re se si Roza hante ngadalë, duke shijuar çdo kafshat sikur nuk donte të humbiste asgjë. Luka fliste me zë të lartë i ngazëllyer për ditën e tij të parë në një kështjell të vërtetë, ndërsa Kiara mbeti e kujdesshme, qartazi e dyshim ndaj bujarisë së papritur.
Doktor Viktor, tha Kiara kur mbaruan së ngrëni. Pse po e bëni këtë për ne? Nuk na njihni. Pyetja e drejt për drejt e kapi Viktorin në befasi. Për një moment, a i mendoj të zbulonte gjithçka, miqësinë e tij me Markon, njohjen e medaljes, borxhin e mirënjohjes që mbante. Por diçka e ndaloi. Ndonjëherë takojmë njerëz që kanë nevojë për ndihmë, tha ai me kujdes. Dhe ndonjëherë jemi në gjendje ta ofrojmë atë. Nuk ka nevojë të ketë një arsye më komplekse se kaq. Kiara e studioi me sy të mprehë. Ju dukeni të jeni një person i mirë. Por njerëzit e mirë nuk shfaqen nga hiçi, sidomos jo për njerëz si ne. Vëzhgimi i mprehtë i vajzës së re e bëri Viktorin të buzëqeshte. Je shumë inteligjente, Kiara. Gjyshi yt do të ishte krenar. Përmendja e gjyshit bëri që Kiara të prekte instinktivisht medaljen në qafë. Ju e njihni gjyshin tim? Viktor hezitoi. Ishte hapja perfekte për të zbuluar gjithçka, por diçka në ambient, cenueshmëria e familjes, situata e pasigurt e Rozës, e bëri të tërhiqej. Kam njohur shumë ushtarak gjatë karrierës sime. Burra të ndershëm, të përkushtuar ndaj familjes. Nuk ishte gënjeshtër, thjesht nuk ishte e gjithë e vërteta. Atë natë, ndërsa familja u vendos në strehim, Viktor qëndroi në zyrën e tij duke planifikuar hapat e ardhshëm. Ai kishte arritur të stabilizonte situatën e menjëhershme, por e dinte se kishte nevojë për një zgjidhje afatgjallë. Ishte atëherë kur Fiona trokiti në derë, duke mbajtur disa dokumente me shprehje të shqetësuar. Doktor Viktor, ka ardhur një njoftim nga Këshilli për Mbrojtjen e Fëmijëve. Dikush ka bërë një denoncim anonim për fëmijë në situatë rreziku në ndërtesë. Ata do të bëjnë një inspektim nesër. Gjaku i Viktorit u ftoh. Nëse Këshilli për Mbrojtjen e Fëmijëve do të përcaktonte se Roza nuk ishte në gjendje të kujdesej siç duhet për fëmijët, Kiara dhe Luka mund të vendoseshin në streha ose familje zëvendësuese. Duke parë nga dritarja e zyrës, Viktor mund të shihte dritën e ndezur në strehimin ku familja po pushonte për herë të parë pas muajsh. Nuk do ta lejonte që ajo familje të ndahej. Jo pas gjithçkaje që Marko kishte bërë për të. Ishte koha të ndalonte se vepruari thjesht si një shef dashamirës dhe të fillonte të vepronte siç ishte në të vërtetë, dikush që i detyroi gjithçka Marko Carminit dhe që më në fund kishte mundësinë të shpërblente. Mëngjesi erdhi i ngarkuar me tension në institutin Shpresa. Viktor kishte kaluar gjithë natën zgjuar duke rishikuar dokumente ligjore dhe duke bërë telefonata me avokat të njohur. Ai e dinte se kur të mbërrinte Këshilli për Mbrojtjen e Fëmijëve, çdo detaj do të vlerësohej me kujdes dhe çdo dështim mund të rezultonte në ndarjen e familjes. Roza ishte në kuzhinën komunitare duke ndihmuar në përgatitjen e mëngjesit me lëvizje nervoze. Edhe pas një nate pushimi dhe disa vakteve të duhura, ajo ende dukej e brisht, por kishte një vendosmëri të fortë në sytë e saj. Luka luante në oborin e brendshëm të institutit me fëmijë të tjerë që ndiqnin programet edukative, i pavetëdijshëm për tensionin që rrinte në ajër. Kiara, megjithatë, mbetej në gjendje alarmi. Ajo ishte ulur në recepcion duke vëzhguar çdo person që hynte në ndërtesë, si një ushtar në post rojeje. Viktor e njohu qëndrimin, kishte parë të njëjtën vigjilencë mbrojtëse te Marko shumë herë. Doktor Viktor, tha Fiona, duke ju afruar me një shprehje serioze. Punonjësit social sapo kanë mbërritur. Po ngjiten në zyrën tuaj. Viktor mori frym thellë. Kërkoi Rozës dhe Kiarës të vinë gjithashtu. Është e rëndësishme që të gjithë të jenë të pranishëm. 15 minuta më vonë, zyra e tij ishte plot. 2 punonjës social, një grua në moshë të mesme e quajtur Agnese Limani dhe një i ri i quajtur Aron, u ulën përballë tavolinës së Viktorit. Roza ishte në karrigen pranë, me Kiarën në këmbë pas saj, një dorë mbrojtëse në shpatullën e nënës. Doktor Aliu, filloi Agnese, duke konsultuar dokumentet e saj, kemi marrë një denoncim anonim që pretendon se ka fëmijë në situatë rreziku që jetojnë në ambientet tuaja. A mund ta shpjegoni situatën? Viktor zgjodhi fjalët me kujdes. Roza Carmini është punonjëse e institutit prej 2 vitesh. Ajo nuk u ndje mirë dje për shkak të lodhjes, dhe ne I ofruam strehim të përkohshëm asaj dhe fëmijëve të saj ndërsa ajo shërohet. Aron shikoi Rozën. Zonja Carmini, a mund të na tregoni për kushtet tuaja të banimit para se të vinit këtu? Roza hezitoi duke parë Viktorin sikur të kërkonte leje. Kemi jetuar në një bodrum me qira. Ishte ajo që mund të paguanim. Një bodrum?
Agnese rudhi vetullat. A mund t'i përshkruani kushtet? Zëri i Rozës u zbe ndërsa ajo përshkruante lagështinë, mungesën e ngrohjes së duhur, instalimet elektrike të pasigurta. Kiara shtrëngoi shpatullën e nënës kur pa lotët të fillonin të formoheshin. Po ushqimi, pyeti Aron. A bëjnë fëmijët vakte të rregullta? Ishte atëherë kur Roza u shem. Unë përpiqesha, por ndonjëherë nuk kishte mjaftueshëm. Kiara dhe Luka gjithmonë hanin të parët. Gjithmonë. Agnese dhe Aron shkëmbyen shikime domethënëse dhe Viktor ndjeu zemrën t'i rrite më shpejt. Ai e dinte se ato pranime, sado të sinqerta dhe të kuptueshme të ishin, pikturonin një tablo të neglizhencës së pavullnetshme që mund të përdorej për të hequr fëmijët. Doktor Aliu, tha Agnese, megjithse qëllimi juaj është i lavdërueshëm, ne duhet të vlerësojmë nëse kjo familje ka kushte strukturore për të qëndruar e bashkuar. Fëmijët mund të kenë nevojë për vendosje të përkohshme në familje zëvendësuese ndërsa nëna stabilizohet. Jo. Fjala shpërtheu nga Kiara me një forcë të habitshme. Ju lutem, mos na ndani. Unë kujdesem për Lukën, ndihmoj nënën time në gjithçka. Nuk jemi barë për askën. Roza filloi të qante në heshtje dhe Viktor pat merrin absolut në sytë e saj. Ishte makthi i çdo nëne të humbësh fëmijët jo nga mungesa e dashurisë, por nga mungesa e burimeve. Ishte në këtë moment që Viktor mori vendimin që do të ndryshonte gjithçka. Më falni, tha ai, duke u ngritur dhe duke shkuar te një kasafort në qoshe të zyrës. Nxori një kuti të vogël druri që kishte ruajtur prej vitesh dhe u kthye në karrigen e tij. Para se të merrni ndonjë vendim, ka diçka që duhet t'i them kësaj familjeje. Viktor hapi kutin duke zbuluar një medalje ushtarake identike me atë që Kiara mbante në qafë. Roza, a e njihni këtë medalje? Roza puliti e hutuar. Është si ajo e babait tim. Medalja e nderit për merita ushtarake. Krejtësisht e njëjtë sepse është nga i njëjti grup, nga i njëjti operacion. Viktor mori frym thellë. Emri im i plot është Viktor Aliu, por gjatë viteve të shërbimit tim ushtarak, unë isha i njohur si tenent Viktor. Shërbeva për krah një burri të jashtëzakonshëm të quajtur Marko Carmini. Babai juaj. Heshtja që pasoi ishte shurdhuese. Kiara vuri dorën në medaljen në qafë, Roza zgurdulloi syt dhe madje edhe punonësit social u dukën të befasuar nga zbulimi. Ju e njihnit baban tim, përshpëriti Roza. Marko nuk ishte vetëm një koleg ushtarak. Ai më shpëtoi jetën 3 herë gjatë misionit tonë në Kufi. Herën e fundit, kur u kthyem në shtëpi, unë isha plotësisht i falimentuar, pa perspektiva, pa shpresë. Marko më dha hua 50 lekë, gjithçka që kishte, në mënyrë që unë të mund të blija një kostum dhe të bëja një intervistë për një punë civile. Viktor mbajti medaljen, kujtim i gjallë i atyre kohërave. Ajo intervistë ma ndryshoi jetën. Mora punën, ndërtova një karrierë, përfundimisht themelova këtë institut. Gjithçka sepse Marko besoi tek unë kur unë vetë nuk besoja. Por pse? Roza u përpoq të formonte fjalë përmes lotëve. Pse nuk na kërkuat kur? Pasi babi. U përpoqa. Kur mora vesh se Marko ishte ndar, ju kërkova për muaj të tërë. Por ju ishit zhvendosur dhe unë nuk arrita t'ju gjeja. Viktor shikoi direkt Kiarën. Deri dje, kur pash një vajzë të re të guximshme që po përpiqej të blinte një tort për vëllain e saj dhe njoha medaljen në qafën e saj. Kiara preku medaljen me gishta të dridhur. Ishte zotëria në supermarket. Gjyshi yt gjithmonë thoshte se një ushtar nuk e braktis kur shokun. Unë ju braktisa pa dashje, por nuk do t'ju braktis tani. Viktor u kthye nga punonësit social. Dëshiroj të kërkoj zyrtarisht kujdestarinë e përkohshme të kësaj familjeje. Kam burime financiare, strukturë të përshtatshme dhe një borxh deri ndaj burrit që më shpëtoi jetën. Agnese dukej e trullosur. Doktor Aliu, kjo është shumë e pazakontë. Do të na duhej të verifikonim kualifikimet tuaja, të bënim vlerësime. Bëni të gjitha verifikimet e nevojshme. Konsultoni të dhënat e mia ushtarake, situatën time financiare, referencat e institutit. Por ndërsa e bëni këtë, kjo familje mbetet e bashkuar dhe nën përgjegjësinë time. Aron konsultoi disa dokumente. Doktor Aliu, reputacioni juaj si ushtarak dhe si drejtori i kësaj organizate është i patëmerë.
Nëse familja bie dakord, ne mund të vendosim një kujdestari të përkohshme ndërsa bëjmë vlerësimin e plotë. Rosa shikoi Kiarën dhe pastaj Viktorin, lotët i rridhnin lirshëm në fytyrë. Marko gjithmonë thoshte se ju ishit njeriu më i ndershëm që kishte njohur. Ai thoshte se ju kishit shpëtuar më shumë jetë pas luftës se sa gjatë saj, përmes punës suaj sociale. Ai fliste për mua? Gjithmonë. Thonte se një ditë rrugët tona do të kryqëzoheshin përsëri, se ishte fat. Rosa mbajti dorën e Kiarës. Nëse ju besoni doktor Viktorit, edhe unë i besoj. Viktor ndjeu një peshë t'i hiqej nga shpatullat. Më në fund, pas 2 vitesh duke mbajtur fajin se nuk kishte qenë i pranishëm kur Marko u nda, kishte mundësinë të nderonte kujtimin e mikut. Ka edhe diçka tjetër, tha ai, duke u kthyer te kasaforta dhe duke nxjerrë një letër të zverdhur. Marko ma shkroi këtë letër para se të ndahej. Arrita ta lexoja të gjithën vetëm mbrëm. Me duar të dridhura, Viktor hapi letrën dhe lexoi me zë të lartë. Miku im Viktor, nëse po e lexon këtë, do të thotë se misioni ynë këtu ka përfunduar. Nuk kam frikë të largohem, por kam një shqetësim, Rozën dhe fëmijët. E di që do të kujdesesh për ta nëse ndonjë ditë do të takoheni përsëri. Jo nga detyrimi, por nga miqësia. Ata janë njerëz të mirë, të fortë siç u përpoqja të isha unë. Kiara ka guximin tënd, Luka ka gëzimin tënd dhe Roza ka ndjenjën tonë të drejtësisë. Kujdesu për ta siç do të kujdesesha unë për ty, një ushtar nuk e braktis kur shokun. Miku yt i përjetshëm, Marko. Kur Viktor mbaroi së lexuari, nuk kishte sy të thatë në zyrë. Madje edhe Agnes e fshinte diskretisht lotët. Mirë, tha punonjësja sociale, duke organizuar dokumentet e saj, besoj se kemi elemente të mjaftueshme për të miratuar kujdestarinë e përkohshme. Doktor Aliu, do t'i formalizojmë dokumentet sot. Kur punonjësit social dolën, dhoma mbeti në heshtje për një kohë të gjallë. Më në fund, Kiara ju afrua Viktorit. A mund ta shoh medaljen tuaj? Viktor ja dha, dhe ajo e mbajti pranë medaljes së saj. Ishin identike, duke përfaqësuar jo vetëm vlerën ushtarake, por një lidhje që transcendonte kohën. Gjyshi Marko gjithmonë thoshte se medalja ishte për të na kujtuar se nuk jemi kur vetëm, përshpëriti Kiara. Mendoj se tani e kuptoj se çfarë donte të thoshte. Rosa ju afrua dhe e përqafoi Viktorin, një përqafim që mbante 2 vjetëzi, mirënjohje dhe një fillim të ri. Mirë se vini në shtëpi, tha Viktor, duke e lejuar më në fund veten të besonte se Marko do të ishte krenar. 6 muaj më vonë, instituti Shpresa ishte transformuar në diçka shumë më të madhe se sa Viktor kishte imagjinuar ndonjëherë. Ajo që filloi si një organizatë komunitare e fokusuar në edukim, ishte zgjeruar për të përfshirë një program inovativ banesash, një kuzhinë komunitare që shërbente 300 vakte çdo ditë dhe një projekt ndihme familjare që shërbente më shumë se 50 familje në situatë të cenueshme. Rosa Carmini nuk ishte më thjesht një punonjëse pastrimi. Tani ajo mbante postin e koordinatores së ndihmës familjare, një pozicion i krijuar posaçërisht për të pasi Viktor njohu aftësinë e saj unike për të kuptuar nevojat e familjeve në vështirësi. E veshur me një uniform blu marine me logon e institutit të qëndisur në gjoks, ajo ecte nëpër korridore me vetbesimin e dikujt që më në fund kishte gjetur vendin e saj në botë. Doktor Viktor, tha ajo, duke hyrë në zyrën e tij një mëngjes me diell të janarit, kemi një familje të re që mbërriti sot. Nën beqare me 3 fëmijë kanë fjetur në një makinë për 2 javë. Viktor ngriti syt nga raportet që po i shikonte. Kemi vende në strehim? Kemi, por ka një problem tjetër. Nëna ka frikë të pranojë ndihmë. Thotë se nuk do bamirësi. Rosa buzëqeshi me një kuptim që vetëm kush kishte jetuar atë përvojë mund ta kishte. E njoh atë krenari. Ishte pikërisht siç ndihesha unë disa muaj më parë. Çfarë sugjeron? Që të flas unë me të parën. Nën me nën. Ndonjëherë duhet të dëgjojmë nga dikush që ka kaluar të njëjtën situatë se është e mundur të pranosh ndihmë pa humbur dinjitetin. Viktor pohoi me kokë, duke admiruar se si Rosa ishte rritur në atë pozicion. Ishte natyrale për të, sikur të kishte lindur për atë. Bëj siç mendon më mirë. Ke dorë të lirë. Ndërsa Rosa doli për të kujdesur për familjen e re, Viktor mori vizitën e Kiarës, e cila tani studionte administrim në një universitet privat me një bursë që ai e kishte siguruar përmes kontakteve të tij.
Në moshën 18 vjeçare, ajo kishte ruajtur vendosmërinë dhe pjekurinë që e karakterizonin, por tani rrezatonte një vetbesim që vinte nga të pasurit siguri dhe perspektiva për të ardhmen. Viktor, tha ajo, duke përdorur emrin me të cilin kishte filluar ta quante pasi ai ishte bërë zyrtarisht kujdestari i saj, dua të flas për një ide që kam pasur. Po dëgjoj. Ndërtesa ku jetonim më parë, ajo me bodrumin. Mora vesh se do të shkatërohet. Kiara u ul në karrigen përballë tavolinës së tij. Po sikur, në vend që ta lëm të shkatërohet, ta transformojmë atë vend në diçka të dobishme? Viktor u përkul përpara, i interesuar. Çfarë lloj transformimi? Një qendër komunitare për fëmijë në situatë rreziku. Bodrumi mund të shndërrohej në një bibliotekë fëmijësh, kati për dhe në një kuzhinë komunitare, dhe katet e sipërme mund të rinovoheshin për të strehuar familje përkohësisht. Sytë e Kiarës shkëlqenin nga entuziazmi. Do të ishte si t'i jepnim një jetë të re një vendi që një ditë përfaqësonte dhimbjen tonë. Ideja ishte brillante. Viktor kishte mësuar t'i besonte instinktit të Kiarës, ajo kishte një talent natyral për të identifikuar nevojat dhe zgjidhjet kreative. A e ke kontrolluar tashmë situatën ligjore të ndërtesës? Po. Pronari i detyrohet 3 vjet taksën e pronës dhe është i dëshpëruar të heqë qafe pronën. Mund ta blejmë me një vlerë shumë më të ulët se tregu dhe të përdorim lidhjet e institutit për të siguruar financim për rinovimin. Dhe Luka, çfarë mendon për idenë? Kiara buzëqeshi. Ai dëshiron që biblioteka të ketë një seksion të veçantë për astronominë. Thotë se kështu fëmijët e tjerë mund të ëndërrojnë të bëhen astronautë si ai. Luka kishte ndryshuar në mënyrë drastike në muajt e fundit. Djali i turpshëm dhe i kujdesshëm ishte shndërruar në një djalë të sigurt dhe ëndërrimtar, i cili ndiqte shkollën e rregullt gjatë ditës dhe merrte pjesë në aktivitetet e institutit pasdite. Interesi i tij për astronominë kishte lulëzuar pasi Viktor e kishte çuar të vizitonte një planetarium, dhe tani ai fliste vazhdimisht për planet, yje dhe eksplorime hapësinore. Mirë, tha Viktor. Do të vazhdojmë me projektin. Por ka një kusht, ti do të koordinosh rinovimin. Është koha që ti të fillosh të marrësh përgjegjësi reale këtu në institut. Fytyra e Kiarës u ndriçua. Seriozisht? Më besoni për këtë? Kiara, ti organizove zhvendosjen e gjithë familjes tënde kur ishe 16 vjeç. Besoj se mund të organizosh rinovimin e një ndërtese. 3 muaj më vonë, ajo që dikur ishte një ndërtesë e braktisur dhe e degraduar ishte shndërruar në qendrën komunitare Marko Carmini, emër i zgjedhur unanimisht nga familja. Inaugurimi ishte një festë emocionuese, me qindra njerëz nga komuniteti, autoritete lokale dhe përfaqësues të organizatave të tjera sociale. Rosa, e veshur me një kostum blu marine që Viktor kishte këmbëngulur t'i blinte, preu shiritin e inaugurimit për krah Kiarës dhe Lukës. Bodrumi i lagësht ku një ditë kishin fjetur në kushte të vështira tani ishte një bibliotekë e ngjyrosur dhe mikpritse, me qindra libra për fëmijë dhe një kënd të veçantë dedikuar astronomisë. Kush do ta kishte menduar, murmuriti Rosa, duke vëzhguar fëmijët që vraponin me gëzim nëpër korridoret që një ditë përfaqësonin dëshpërimin e saj. Babi do të ishte krenar po ta shihte këtë. Viktor, i veshur me uniformën e tij të vjetër ushtarake në nderim të Markos, mbante një foto të zbehur të kohës së shërbimit të tyre. Në imazh, ai dhe Marko shfaqeshin të rinj dhe të buzëqeshur, krah për krah në shoqëri. Ai është krenar, tha me bindje. Jam i sigurt për këtë. Kuzhina komunitare në katin e parë tashmë funksiononte me ritme të plota, duke shërbyer vakte falas për çdo person që kishte nevojë. Rosa kishte zbatuar një sistem ku vetë familjet përfituese ndihmonin në përgatitjen dhe shpërndarjen e ushqimit, duke krijuar një ndjenjë komuniteti dhe dinjiteti që shkonte shumë përtej thjesht bamirësisë. Luka, tani 8 vjeç, veshte një bluzë me frazën Kapiten Junior, një dhuratë nga Viktori, dhe vraponte nëpër sallë duke ndihmuar në shërbimin e vakteve me seriozitetin e dikujt që kryen një mision të rëndësishëm. Ai ishte bërë një lloj maskote e projektit, gjithmonë i ngazëllyer për të ndihmuar dhe jashtëzakonisht i dashur me fëmijët e tjerë që mbërrinin të trembur dhe të dyshimë. Doktor Viktor, tha një nën e re që sapo kishte mbërritur me një fëmijë në krah, mora vesh për këtë vend përmes një shoqeje. Por ende nuk e kuptoi pse e bëni këtë. Çfarë fitoni duke ndihmuar njerëz si unë? Viktor buzëqeshi, duke kujtuar një pyetje shumë të ngjashme që Kiara kishte bërë muaj më parë.
Tregoi murin ku tani ishte ekspozuar një kornizë me 2 medaljet ushtarake, të tien dhe të Marcos, krah për krah. I shihni ato medalje? Ato përfaqësojnë një miqësi që shpëtoi jetë, krijoi shpresë dhe gjeneroi një trashëgimi që vazhdon të rritet. E bëjmë këtë sepse askush nuk duhet të luftojë vetëm. Jo më. Përgjigjja dukej se e kënaqi vajzën e re, e cila u ul në një nga tavolinat me foshnjën, duke pranuar një pjatë ushqim të shërbyer nga Kiara me mirësinë e dikujt që e dinte saktësisht si ndihej ajo. Ndërsa nata binte mbi qytet, Viktor mbeti vetëm në qendrën komunitare, duke vëzhguar vullnetarët e fundit që rregullonin hapësirën për ditën tjetër. Roza kishte marrë Lukën në shtëpi dhe Kiara ishte në një takim me studentë të tjerë universitar për të planifikuar projekte të reja sociale. Viktor u ngjit në atë që dikur ishte bodrumi dhe tani ishte biblioteka. U ul në një nga karriget e vogla plot ngjyra, i rrethuar nga libra për fëmijë dhe vizatime të bëra nga fëmijët që frekuentonin hapësirën. Në mur, një mural i madh i pikturuar nga vullnetarët tregonte raketa që fluturonin drejt yjeve me frazën: "Çdo ëndër mund të ngrihet." "Marko, miku im," murmuriti Viktor në dhomën e heshtur, "ja dolëm. Familja jote është e sigurt, e begat dhe po ndihmon edhe të tjerët të begatohen. Trashëgimia që ti fillove vazhdon të jetoj." Në atë moment, Kiara u shfaq në derën e bibliotekës. "Viktor?" Mendova se kishit shkuar në shtëpi. Thjesht po reflektoja pak këtu. Ai u ngrit nga karrigia e vogël e fëmijëve duke buzëqeshur. "Si ishte takimi?" "Shumë mirë. Vendosëm të zgjerojmë projektin në qytete të tjera. Roza do të drejtojë një grup konsulentësh që do të ndihmojnë organizata të tjera të zbatojnë modele të ngjashme." Kiara ju afrua muralit të raketës. "E dini, ndonjëherë ende duket si një ëndër. Një vit më parë, ne po flinim në të njëjtin vend, pa shpresë, pa perspektiva. Dhe tani? Tani e kuptoj se çfarë donte të thoshte gjyshi Marko kur fliste për ushtar që nuk e braktisin kur shokun. Ai fliste për familjen në kuptimin më të gjerë të fjalës. Të gjithë ne mund të jemi ushtar për dikë që ka nevojë." Viktor pohoi me kokë, duke ndjerë një krenarie atërore që ishte rritur gradualisht gjatë muajve. "Po ti? Cilat janë planet e tua tani?" "Dua të vazhdoj të studioj, të diplomohem në administrim, por gjithashtu dua të qëndroj këtu duke punuar me ju. Ky vend, ky mision është aty ku unë i përkas." Kiara preku medaljen që ende mbante në qafë. "Është aty ku gjyshi Marko do të dëshironte të isha." Kur dolën nga qendra komunitare atë natë, Viktor e shikoi edhe një herë ndërtesën që qëndronte e ndriçuar kundër qiellit të natës. Aty ku më parë kishte vetëm dhimbje dhe braktisje, tani shkëlqente shpresa dhe rinovimi. Cikli ishte plotësuar, Marko i kishte shpëtuar jetën, ai kishte shpëtuar familjen e Markos, dhe tani të gjithë së bashku po shpëtonin familje të tjera. Në taksim për në shtëpi, Kiara fjeti e mbështetur në shpatullën e Viktorit, e lodhur por e lumtur pas ditës së gjatë të punës. Viktor shikoi nga dritarja dritat e qytetit dhe buzëqeshi, duke ditur se nesër do të ishte vetëm një ditë tjetër e një misioni që ai synonte të vazhdonte për pjesën tjetër të jetës së tij. Medalja në gjoksin e tij dukej më e lehtë tani, jo më një peshë faji të pasgjidhur, por një kujtim i ndritshëm se ndonjëherë fati na jep shanse të dyta për të bërë gjën e duhur. Dhe kur këto shanse shfaqen, varet nga ne të mos i humbim. Një vit saktësisht pas asaj pasditeje të ftohtë kur Kiara pothuajse duhej të kthente tortën e ditëlindjes, ajo qëndronte në të njëjtin vend, hyrja e supermarketit të kryeqytetit, por këtë herë mbante një kuti plot me ftesa shumë ngjyrëshe. Kontrasti ishte aq i theksuar saqë ajo duhej të ndalonte për një moment për të përthithur madhësinë e transformimit. "Kiara, je mirë?" pyeti Luka, tani 8 vjeç dhe dukshëm më i gjatë, duke i tërhequr fundin e bluzës. Ai veshte të njëjtën bluzë kapiten junior që Viktori kishte dhënë, por tani ajo shoqërohej me një shenjë zyrtare vullnetarit të qendrës komunitare Marko Karmini. "Jam shkëlqyeshëm, kapiteni i vogël. Thjesht po kujtoja." Ajo buzëqeshi dhe i dha disa ftesa vëllait. "A do t'i ftojmë njerëzit në festën e 1 vjetorit të qendrës?" Ishte e shtunë në mëngjes dhe ata kishin vendosur të kalonin disa orë duke shpërndar ftesa për festën që do të mbahej javën pasardhëse. Roza ishte në qendër duke organizuar logjistikën e ngjarjes dhe Viktor ishte në një takim me investitor potencial për të zgjeruar projektin në qytete të tjera.
Ndërsa ecnin nëpër supermarket, Luka ju afrua klientëve me natyrshmërinë e një fëmije që kishte mësuar se bota mund të ishte një vend mikpritës. A dëshironi të vini në festën tonë? Do të kemi tort me raket, i tha ai një zotërie në moshë të mesme, i cili buzëqeshi dhe pranoi ftesën me butësi. Kiara vëzhgonte vëllain me admirim. Ishte e vështirë të besoje se ai fëmijë i sigurt dhe ekstrovert ishte i njëjti që një vit më parë kishte qarë në heshtje kur mendonte se nuk do të kishte tortën e ditëlindjes. Luka ishte bërë shpirti i qendrës komunitare, gjithmonë i gatshëm të ndihmonte dhe me një gëzim ngjitës që ngrinte moralin e kujtoi që po kalonte vështirësi. Kiara e thiri një zë i njohur. Ishte punonjësja e Arkës që kishte qenë dëshmitare e situatës së sikletshme një vit më parë. Si je? Kishim kohë pa të parë këtu. Jam mirë, faleminderit që pyetet. Kiara i zgjati një ftesë. Në fakt, po ftojmë të gjithë në një festë të veçantë. Ju kujtohet ajo ditë? Sigurisht që më kujtohet. Zotëria i sjellshëm që pagoi diferencën e tortës. Punonjësja buzëqeshi ngrohtësisht. Ajo ishte kaq e bukur. Si janë gjërat tani? Shumë ndryshe, u përgjigj Kiara, duke ndjerë një valë mirënjohjeje. Ai burr na ndryshoi jetën plotësisht. Dhe tani po përpiqemi të bëjmë të njëjtën gjë për familje të tjera. Punonjësja lexoi ftesën me interes. Qendra komunitare Marko Carmini, çfarë emri i bukur. Do të përpiqem të vi po. E dini, pas asaj dite, gjithmonë i mbaj syt hapur kur shoh familje që kalojnë vështirësi. Ndonjëherë arrit të ndihmoj në mënyra të vogla. Kur dolën nga supermarketi, Kiara dhe Luka ecën nëpër të njëjtat rrugë që kishin përshkuar në këmbë atë ditë të ftohtë. Por tani kishin para për biletën e autobusit, në fakt, kishin shumë më tepër se kaq. Kishin siguri, edukim, perspektiva për të ardhmen dhe, më e rëndësishmja, një mision që u jepte kuptim jetës së tyre. Kiara, tha Luka ndërsa prisnin autobusin, mendoni se gjyshi Marko e di për gjithçka që po ndodh? Pyetja e kapi Kiarën në befasi. Luka rrallë fliste për gjyshin, i cili ishte ndarë kur ai ishte vetëm 5 vjeç. Pse e pyet këtë? Sepse ndonjëherë, kur po ndihmoj në qendër, ndihem sikur dikush po më ndihmon edhe mua. Sikur ka një forcë të padukshme që më thotë se po bëj gjën e duhur. Luka luajti me medaljen që tani mbante edhe ai në qafë, një replikë që Viktor e kishte porositur posaçërisht për të. Viktor thotë se gjyshi Marko ishte një hero. Mendoj se ai do të ishte krenar po ta shite qendrën me emrin e tij. Jam e sigurt që po, u pajtua Kiara, duke ndjerë syt ti mbushin me lodh. Ishte mbresëlënëse se si Luka, edhe pse kaq i vogël, kishte zhvilluar një kuptim të thellë për trashëgiminë e Markos dhe rëndësinë e punës që bënin. Kur mbërritën në qendrën komunitare, gjetën Rozën në atë që dikur ishte bodrumi i lagësht ku kishin jetuar. Tani e transformuar në një bibliotekë fëmijësh të këndshme, hapësira gumëzhinte nga aktivitetet. Roza ishte ulur në dysheme, duke lexuar një histori për astronautët për një grup fëmijësh të vegjël, zëri i saj i butë jehonte nëpër muret plot ngjyra. Kiara ndaloi në hyrje të bibliotekës, duke vëzhguar nënën. Roza kishte ndryshuar në mënyrë drastike gjatë vitit. Nuk ishte vetëm çështja fizike, megjithse kishte shtuar në peshë dhe kishte rimarrë ngjyrën e shëndetshme të lëkurës. Ishte diçka më e thellë. Roza kishte gjetur thirrjen e saj, qëllimin e saj. Koordinimi i ndihmës për familje të tjera nuk ishte thjesht një punë për të, ishte një mision personal. Dhe pastaj, po thoshte Roza fëmijëve, astronauti i vogël kuptoi se, edhe pse ishte shumë larg tokës, ai nuk ishte kur vërtet vetëm. Sepse mbante në zemër dashurinë e të gjithë njerëzve që kujdeseshin për të. Një vajzë rreth 6 vjeç ngriti dorën. Tiz Roza, a kthehet astronauti në shtëpi? Gjithmonë kthehet, u përgjigj Roza me një buzëqeshje. Sepse shtëpia nuk është një vend, është aty ku janë njerëzit që na duan. Kur historia mbaroi dhe fëmijët u shpërndan në aktivitete të tjera, Roza ju afrua Kiarës dhe Lukës. Si shkoi shpërndarja e ftesave? Shumë mirë, u përgjigj Kiara. Njerëzit janë të ngazëllyer për të njohur qendrën. Disa madje ofruan ndihmë për festën. Shkëlqyeshëm. Viktor telefonoi pak më parë. Takimi me investitorët shkoi shkëlqyeshëm. Ata duan të financojnë zgjerimin e projektit në të paktën 3 qytete në brendësi të vendit në 2 vitet e ardhshme. Roza përqafoi fëmijët e saj.
A e kuptoni se çfarë do të thotë kjo? Do të mund të ndihmojmë qindra familje të tjera. Luka kërceu i ngazëllyer. Kjo do të thotë se do të mund të ndihmojë në ndërtimin e më shumë qendrave? Sigurisht, kapiteni i vogël. Ti dhe Kiara jeni pjesë thelbësore e gjithë kësaj. Atë pasdite, ndërsa Roza koordinonte përgatitjet për festën e javës pasardhëse, Kiara dhe Luka u ngjitën në zyrën e Viktorit në katin e fundit të qendrës. Ai ishte në telefon, por u bëri shenjë të hynin dhe të uleshin. Perfekt, po thoshte Viktor. Atëherë konfirmojmë, reportazhi do të jetë të enjten dhe dokumentari për projektet sociale inovative do të filmohet të premten. Faleminderit. Kur mbylli telefonin, Viktor u kthye nga ata me një buzëqeshje të lodhur por të kënaqur. Si ishte mëngjesi juaj? Shpërndam të gjitha ftesat, tha Kiara. Dhe Luka fitoi të paktën 20 fansa të rinj. Është e vërtet, konfirmoi Luka duke qeshur. Një zonjë tha se jam një fëmijë i mrekullueshëm dhe i dha 10 lekë donacion për qendrën. Viktor qeshi me zë të lartë. Po bëhesh mbledhësi ynë më i mirë i fondeve, Luka. Ndoshta duhet ta vendosim këtë në CV-n tënde. Viktor, tha Kiara, duke u bërë më serioze, doja të flisja për diçka. Kam menduar shumë për të ardhmen, për studimet e mia, për qendrën. Po dëgjoj. Dua të bëj një diplomim të 2 fish. Administrim dhe punë sociale. E di që do të jetë më e vështirë, më shumë kohë, por mendoj se kam nevojë për të dyja formimet për të kontribuar vërtet në atë që po ndërtojmë këtu. Viktor u përkul përpara, i interesuar. Kjo është një ide e shkëlqyer, Kiara. Dhe e di që mund të llogarisësh në gjithë mbështetjen e nevojshme. Por a mund të pyes se çfarë të motivoj specifikisht? Çdo familje që vjen këtu ka një histori unike, nevoja specifike. Roza ka talentin natyral për të kuptuar dhe mirëpritur këta njerëz, por unë dua të kem edhe një uri teknike për të zhvilluar programe më efikase. Kiara bëri një pauzë duke organizuar mendimet. Dua të jem në gjendje të krijoj zgjidhje që shkojnë përtej asistencës. Dua të ndihmoj familjet të bëhen të pavarura dhe të begata. Siç u bëm ne, shtoi Luka me mençuri të parakoshme. Eksaktësisht siç u bëm ne, u pajtua Kiara. Viktor ndjeu një val krenarie atërore. Kiara, kur të takova një vit më parë, e dija tashmë se ishe e veçantë. Por të shoh të rritesh, të shoh si zhvillove këtë vizion të gjerë dhe këtë vendosmëri është e jashtëzakonshme. Kam mësuar nga mësuesi më i mirë, u përgjigj ajo duke buzëqeshur. Në fakt, tha Viktor duke u ngritur dhe duke shkuar te dritarja që jepte pamje nga obori i qendrës, ju më keni mësuar shumë. Kur fillova këtë institut, mendova se po kryja një mision social. Por takimi me ju më tregoi se ndonjëherë ne jemi ata që marrim më shumë kur përpiqemi të ndihmojmë të tjerët. Luka vrapoi te dritarja dhe ju bashkua Viktorit. Poshtë, në obor, 10 fëmijë luanin ndërsa nënat e tyre bisedonin në banka, disa mbanin foshnja, të tjera ndihmonin me aktivitetet rekreative. Ishte një skenë normaliteti dhe paqeje që kontrastonte në mënyrë drastike me dëshpërimin që shumë nga ato familje kishin përballuar para se të mbërrinin në qendër. Viktor, tha Luka, mendoni se gjyshi Marko e imagjinonte se ajo medalje do të na çonte tek ju? Pyetja, e bërë me thjeshtësinë e thellë të një fëmije, e preku thellë Viktorin. Ai mendoi për bisedën e fundit që kishte pasur me Markon, javë para se miku i tij të ndahej. Marko kishte përmendur shqetësime për të ardhmen e familjes, kishte folur për shenja dhe fat, për atë se si ndonjëherë universi konspironte për të vendosur njerëzit e duhur në rrugën e njëri tjetrit. E dini, Luka, mendoj se gjyshi yt e dinte. Ai gjithmonë ishte shumë i mençur për këto gjëra. Viktor vuri dorën në shpatullën e djalit. Por pavarësisht kësaj, ajo që ka rëndësi është ajo që bëjmë me mundësitë që marrim. Dhe ne po bëjmë gjën e duhur? Ju po bëni shumë më tepër se gjën e duhur. Ju po nderoni kujtimin e një burri të jashtëzakonshëm dhe po krijoni një trashëgimi që do të zgjasë për breza. Atë natë, familja darkoi së bashku në kuzhinën komunitare, siç bënin çdo natë. Ishte një ritual që Roza kishte vendosur, nuk kishte rëndësi sa të zënë ishin, gjithmonë mblidheshin për një vakt familjar. Zakonisht, familje të tjera nga qendra bashkoheshin me ta, duke krijuar një atmosferë komuniteti të zgjeruar që kujtonte kohët kur familje të mëdha mblidheshin rreth një tavoline.
Rosa, tha Abigail, një nga nënat që kishte mbërritur në qendër 3 muaj më parë me 2 fëmijë të vegjël, doja t'ju falenderoja përsëri për gjithçka. Mora punën në firmën e konfeksionit dhe javën e ardhshme tashmë do të mund të largohemi nga strehimi për në një apartament tonin. Kjo është e mrekullueshme, Abigail. Ke punuar shumë për të arritur deri këtu. Rosa buzëqeshi me gëzim të sinqertë. Por mos haro, edhe pasi të largoheni këtej, gjithmonë do të keni një familje këtu. Është e rëndësishme të ruani lidhjet. Sigurisht. Madje, dua të bëhem vullnetare në fundjavë, të ndihmoj me vaktet. Është mënyra që kam gjetur për të shpërblyer. Këto ishin bisedat që emociononin më shumë Viktorin. Të shije familje që kishin mbërritur në dëshpërim duke dalë të forcuara dhe ende duke dashur të kontribuonin për të ndihmuar njerëz të tjerë ishte prova e gjallë se modeli që kishin krijuar funksiononte. Pas darkës, ndërsa ndihmonin në pastrimin e kuzhinës, Kiara ju afrua Viktorit me një shprehje të menduar. E dini se çfarë po mendoja sot? Çfarë? Atë ditë të parë, kur ju paguat diferencën e tortës. Isha aq e fokusuar në turpin se nuk kisha paramjaftueshëm saqë pothuajse nuk e vura re mirësinë e gjestit. Kiara bëri një pauzë duke organizuar pjatat e pastra. Tani e kuptoj se ai nuk ishte thjesht një akt bujarie e rastësishme. Ishte universi që vendoste pjesët e duhura në vendet e duhura. Ndonjëherë ndryshimet më të mëdha fillojnë me gjestet më të vogla, u pajtua Viktor. Dhe ndonjëherë, shtoi Rosa, e cila ishte afruar dhe kishte dëgjuar bisedën, njerëzit e duhur shfaqen pikërisht kur kemi më shumë nevojë për ta, edhe nëse nuk e vëmë re në atë moment. Luka, i cili po organizonte karriget, ndaloi dhe shikoi 3 të rriturit që ishin bërë familja e tij. E dini çfarë mendoj unë? Çfarë mendon kapiteni i vogël? Mendoj se gjyshi Marko dërgoi Viktorin të kujdesej për ne, por gjithashtu na dërgoi ne të kujdeseshim për Viktorin. Sepse para se të na njihte, ai ishte vetëm gjithashtu. Vështrimi i Lukës i la të gjithë në heshtje për një moment. Ishte e vërtet, Viktor kishte kaluar vite i fokusuar në punë, duke ju përkushtuar plotësisht institutit, por pa një familje të vetëm për t'i dhënë kuptim personal misionit të tij. Takimi me Rozën, Kiarën dhe Lukën kishte mbushur një boshllëk që ai as nuk e dinte se ekzistonte. Ke të drejtë, Luka, pranoi Viktor, zëri i mbytur. Ju më shpëtuat mua, po aq sa unë ju shpëtova ju. Atë natë, pasi të gjithë shkuan të flinin, Viktor u ngjit në terracën e qendrës komunitare. Ishte një hapësirë që kishin krijuar për momente reflektimi dhe meditimi, disa banka të thjeshta, bim në vazo dhe një pamje panoramike e qytetit të ndriçuar. U ul në bankën e tij të preferuar, nga ku mund të shihte dritat që pulsonin në dritaret e apartamenteve të largëta, secila duke përfaqësuar një familje, një histori, ëndra dhe sfida. Nxori nga xhepi letrën që Marko i kishte shkruar, tashmë të memorizuar, por që ende i pëlqente ta lexonte në momente reflektimi. Miku im Viktor, murmuriti fjalët e njohura, nëse po e lexon këtë, do të thotë se misioni ynë këtu ka përfunduar. Një fllad i butë lëkundi gjethet e bimëve rreth tij dhe Viktor buzëqeshi. Ndonjëherë ndjente praninë e Markos aq gjallë saqë dukej sikur mund ta shihte atë aty, duke miratuar në heshtje gjithçka që kishin ndërtuar. Faleminderit, Marko, përshpëriti në natë. Që më mësove se një ushtar nuk e braktis kur shokun. Që më le një familje për të dashur. Që më tregove se jeta ja vlen kur e jetojmë për diçka më të madhe se vetja. Një javë më vonë, qendra komunitare Marko Carmini ishte zbukuruar me balona shumë ngjyrëshe dhe shirita festash për festën e 1 vjetorit. Qindra njerëz u mblodhen në obor, familje që ishin ndihmuar nga qendra, vullnetar, donator, autoritete lokale dhe antar të komunitetit që ishin bërë mbështetës të projektit. Rosa, e veshur me një fustan blu që Kiara kishte zgjedhur posaçërisht për këtë rast, u ngjit në skenën e vogël të improvisuar për të mbajtur fjalimin kryesor. Duart i dridheshin lehtë, ajo ende nuk ndihej plotësisht rehat duke folur në publik, por zëri i saj doli i fortë dhe i qartë. Një vit më parë, filloi ajo, unë isha thjesht një nënë e dëshpëruar që përpiqej të mbante familjen time të bashkuar. Punova turne të 2 fishta, kursia çdo qindark, dhe megjithatë shpesh nuk ishte mjaftueshëm. Ajo bëri një pauzë, duke parë Kiarën dhe Lukën në rreshtin e parë. Fëmijët e mi u rritën shumë shpejt, duke marrë përgjegjësi që nuk duhej t'i kishin. Dhe unë ndihesha se po dështoja me ta çdo ditë. Një murmuritje mirëkuptimi përshkoi audiencën, shumë njerëz aty e njihnin pikërisht atë ndjenjë.
Sot, vazhdoi Roza, nuk jam më thjesht një nën që lufton për të mbijetuar. Jam një nën që gjeti një mënyrë për të transformuar dhimbjen tonë në qëllim, përvojën tonë në mençuri për të ndihmuar familje të tjera. Zëri i saj u bë më i fortë. Kjo qendër nuk është vetëm një vend ku ofrojmë ndihmë. Është një vend ku njohim se të gjithë kemi diçka për të ofruar, të gjithë kemi vlerë, të gjithë meritojmë dinjitet dhe shpresë. Duartrokitjet ishin të ngrohta dhe të zgjatura. Viktor, duke parë nga ana e skenës, ndjeu gjoksin t'i fryej nga krenaria. Të shihte Rozën duke folur me kaq vetbesim dhe pasion ishte një nga shpërblimet më të mëdha të gjithë këtij udhëtimi. Dua të falenderoj, tha Roza kur duartrokitjet pushuan, personin që e bëri të gjithë këtë të mundur. Doktor Viktor Aliu jo vetëm na shpëtoi, ai na mësoi se të shpëtojmë njëri tjetrin është ajo që i jep kuptim jetës. Kur Viktor u ngjit në skenë, emocioni pothuajse e pushtoi. Duke parë detin e fytyrave përballë tij, njerëz që kishin gjetur shpresë, familje që ishin ringritur, fëmijë që tani kishin perspektiva për të ardhmen, ai e dinte se Marko do të ishte krenar. Marko Carmini më mësoi se një ushtar nuk e braktis kur shokun, tha Viktor, zëri i tij duke jehuar nëpër obor. Sot, të gjithë ju jeni prova e gjallë se kur nuk e braktisim njëri tjetrin, ndodhin mrekulli. Kur shtrim dorën tek kush ka nevojë, jo vetëm që ndryshojmë jetën e atij personi, transformojmë edhe jetën tonë. Ai tregoi një tavolinë të veçantë në qoshet e oborrit, ku ishte ekspozuar një koleksion fotosh të 12 muajve të fundit, familje që mbërrinin në qendër në dëshpërim dhe dilnin të forcuara, fëmijë që rriteshin në një ambient të sigurt, nëna që gjenin punë dhe pavarësi, baballar që rimarrin dinjitetin. Çdo foto tregon një histori transformimi. Çdo fytyrë përfaqëson një shans të dytë. Çdo buzëqeshje është provë se ja vlen të besosh në mirësinë njerëzore. Viktor bëri një pauzë duke kërkuar Rozën, Kiarën dhe Lukën në turm. Dhe gjithçka filloi me 5 lekë e 50 qindarka që munguan për të blerë një tort ditëlindjeje. Publiku qeshi, shumë duke fshirë lotët. Ishte sinteza perfekte e asaj se si momente të vogla mund të transformohen në ndryshime monumentale. Kur fjalimet mbaruan dhe festa mori jetë me muzikë dhe ushqim të bollshëm, Kiara gjeti Viktorin ulur në një qoshe, duke vëzhguar Lukën që luante me fëmijë të tjerë. I lodhur, pyeti ajo, duke u ulur pranë tij. Jo. Vetëm i plotësuar. Viktor buzëqeshi. E dini, ka momente në jetë kur jemi absolutisht të sigurt se jemi pikërisht aty ku duhet të jemi, duke bërë pikërisht atë që duhet të bëjmë. E di çfarë doni të thoni. Kiara vëzhgoi nënën e saj duke biseduar e ngazëllyer me një grup vullnetarësh, duke rrezatuar një lumturi që kishte qenë e paimagjinueshme një vit më parë. Ndonjëherë pyes veten si do të ishte jeta jonë nëse ju nuk do të ishit shfaqur atë ditë. Nuk u shfaq, korrigjoi Viktor butësisht. Dhe hoqa. Nga forca që nuk mund t'i shpjegoj plotësisht, por në të cilat besoj plotësisht. Luka vrapoi drejt tyre, fytyra e djersitur dhe buzëqeshja rrezatuese. Viktor. Kiara. E janë të shini. Disa fëmijë po bëjnë vizatime të raketave të bibliotekës dhe ata duan që ju t'i shini. Ndërsa ndiqnin Lukën drejt tavolinës së aktiviteteve të fëmijëve, Viktor ndjeu një paqe të thellë t'i zinte. Aty ishte prova e gjallë se trashëgimia e Markos vazhdonte të rritej përmes fëmijëve që luanin të lumtur, familjeve që gjenin siguri, komunitetit që ishte formuar rreth vlerave të thjeshta por të fuqishme, dinjitetit, solidaritetit dhe shpresës. Kur festa filloi të përfundonte dhe familjet e fundit po largoheshin, Viktor eci edhe një herë nëpër qendër para se të shkonte në shtëpi. Kaloi pranë bibliotekës së fëmijëve, ku disa libra ishin ende të shpërndarë nëpër tavolinat e vogla. U ngjit në kuzhinën komunitare, ku vullnetarët përfundonin pastrimin. Zbriti në obor, ku disa karrige ishin ende të çrregullta nga festa. Në çdo hapësirë, shihte jehona të jetëve që ishin transformuar aty. Jo vetëm familjet që merrnin ndihmë, por edhe vullnetarët që gjenin qëllim, donatorët që zbulonin gëzimin e kontributit, punonisit që shihnin kuptim në punën që bënin. Kur më në fund mbylli derën kryesore të qendrës dhe eci nëpër rrugë drejt apartamentit të tij, Viktor vuri dorën në gjoks, ku medalja e Markos qëndronte nën këmishë. Nuk ishte më një peshë faji të pasgjidhur, por një kujtim i ndritshëm se disa miqësi transcendojnë kohën dhe vetë ekzistencën fizike. Misioni kryer, vëllai im, murmuriti në drejtim të yjeve që fillonin të shfaqeshin në qiellin e natës. Dhe misioni vazhdon. Fundi i historisë.
Të dashur dëgjues, shpresojmë që historia e Viktorit, Rozës, Kiarës dhe Lukës t'ju ketë prekur zemrat, po aq sa na preku ne. Ky rrëfim na kujton se ndonjëherë engjëjt që kërkojmë janë më afër se sa imagjinojmë, dhe se akte të vogla mirësie mund të transformojnë jetë të tëra. Për të vazhduar këtë udhëtim emocionues me ne, kemi përgatitur një playlist të veçantë me histori po aq magjepsëse rreth solidaritetit, shpresës dhe shanseve të dyta. Mund ta gjeni duke klikuar në linkun që shfaqet pranë këtij mesazhi. Nëse kjo histori ju frymëzoi, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të lini një like në këtë video. Çdo ditë sjellim rrëfime unike që eksplorojnë kompleksitetin e jetës dhe mrekullitë e përditshme. Komentet tuaja janë shumë të rëndësishme për ne, na tregoni cila pjesë e historisë ju emocionoi më shumë dhe ndani përvojat tuaja rreth mirësisë dhe bujarisë. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme, pasi kemi shumë histori të tjera prekëse të përgatitura për ju. Deri në takimin tjetër, dhe mbani mend, askush nuk lufton vetëm.